Për të 100 herë ju them që SPAK i tjetërson provat, i tjetërson dosjet. Qëllimi kryesor është që në momentin, prandaj kanë mbyllur ata çdo gjë, që të zhduket çdo gjë. Kanë nxjerrë të famshmen marrje vendimi në dhomë këshillimi, ç'do të thotë marrje vendimi në këshillim? Do të thotë mungesë absolute transparence. Po nëse ti mbyll dyert dhe thuaj unë vendimin e marr në dhomë këshillimi, ç'a transparence, ç'a ligji ka këtu? Zero. Unë që në sekondën e parë ju kam thënë që unë jam me SPAK-un, po SPAK-u ka probleme jashtëzakonisht të rënda. Mirupafshim. Ai është kapur nga këta njerëz, është kapur nga bankierët, është kapur nga politikanët, është kapur nga partitë. Shqiptarët kanë problem të jashtëzakonshëm faktin që vendi është i uzurpuar nga të huajt. Ai çmon atë dashurinë time, po ai ka frikë nga fuqia e huaj, që këtu është futur e shullur këm kryq, këtu ka rrjetë spionazhi, ka njerëz